Në Tiranë nisi punimet konferenca e parë ndërkombëtare Shqipëria në periudhën bizantine në kujdesin e Akademisë së Shkencave, Universitetit të Tiranës, Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Shoqatës Shqiptare të Studimeve Bizantine. Në fjalën përshëndetëse, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Joani, theksoi se në Shqipëri feja dhe shkenca kanë ecur krah për krah. Bizanti nuk ishte thjesht një perandori politike. Ishte një qytetërim i tërë që formësoi identitetin shpirtëror, kulturor dhe artistik të popujve të Ballkanit. Kjo trashëgimi shekullore ka lënë gjurmë të pashlyeshme edhe në formimin psikokulturor të popullit tonë, sepse pa njohjen e gjendjes psikokulturore të një populli, vështirësohet një kuptim më i mirë dhe më i thellë i ngjarjeve historike. Profesor Pascal Milo, ish ministri i jashtëm i Shqipërisë, vlerësoi rëndësinë e mbajtjes në Tiranë të konferencës së parë ndërkombëtare Shqipëria në periudhën bizantine. Kjo është një ngjarje elitare për shkencën shqiptare. Është një iniciativë model që Akademia e Shkencave e Shqipërisë ndërmori në bashkëpunim me disa institucione të tjera shqiptare për t'i dhënë opinionit publik, por në mënyrë të veçantë atij shkencor vendas dhe ndërkombëtar, një dëshmi të pjekurisë së mendimit shkencor shqiptar për një çështje e cila është nga më të rëndësishmet në historinë shqiptare. Punimet e konferencës i përshëndeti edhe profesor Skënder Gjinurshi në cilësinë e kryetarit të Akademisë së Shkencave. Konferenca përbën një kontribut të rëndësishëm për njohjen e rolit trojës shqiptare si urë komunikimi midis qytetërimeve, por në veçanti si një hapësirë veprimi intensiv i dy perandorive të mëdha të kohës, Bizantit dhe Romës apo lindjes dhe perëndimit. Trojet cilat nuk kanë qenë thjesht një periferi, por një faktor strategjik ndërmjetësimi dhe dialogu kulturor. Një linje pa ndërprerje qytetërimi nga koha romake te ajo bizantine dhe pas bizantine deri më sot. Gama e gjerë e monumenteve, ndërtimeve, mozaikve, vulave liturgjike, ikonave, kodikve, që gjenden Butrind, Lind, Durrës, Boskopoj, Berat, Shkodër, Rodon, Stegopul, Mesopotam, Peshkëpi e tjera, janë dëshmi të kësaj vazhdimësie. Konferenca e parë ndërkombëtare shkencore Shqipëria në periudhën bizantine do të pasohet me disa aktivitete kulturore. Në njoftimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, besimtarët ftohen të marrin pjesë në hapjen e ekspozitës dorëshkrime bizantine dhe post-bizantine në Shqipëri në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave në Tiranë të premten 5 dhjetor në orën 19:00, ndërsa më 6 dhjetor në Katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë në orën 19:00 në drejtimin artistik të Theodori Pecit, besimtarët do të ndjekin një koncert me krime të pashfaqura më parë të mjeshtrit të madh Joan Kukuzeli.